Për të rast, Stop komunikon me njësinë administrative numër 7. Zoti Zallaj, si kryetari i njësisë administrative numër 7, çfarë masash keni marrë ju për këtë rast? Atëherë, neve rastin e familjes e dim, sepse më përpara është trajtuar Ballkizja, mamaja e 2 personave, Pirinit dhe Leonardit. Me të ndruar jetë zonja, Bashkia Tiranë është përpjekur dhe ka ndihmuar me pjesën e subvencionimit të shpenzimeve të funeralit. Kemi arritur që të sigurojmë një qëndrim, akomodim në një azil që është enkaz për persona me aftësi ndryshe. Azil Kuka është azil privat. Po, ndërkohë, çfarë do të ndodhi me djalin tjetër? Ndërkohë, me Leonardin do të shtrohet në spitalin e Qesutës për kurat më teshme për shkak të smundjes veçantë që ka. Janë marrë analizat laboratorike për të parë kanë smundje infektive apo jo dhe kanë dalë të dy negativ dhe pastaj është pjesa për të marrë një rekomandim për të shtruar Leonardin, vllajin që është me smundje lëkure, për të hospitalizuar në spital.